Atëherë, ka pasur një seri zhvillimesh për sa i përket drejtësisë. Gjyqi më i bujshëm është ai për Partizanin. Dëshmia e Ramës pritet të shpëtoj apo të fundos Berishën? Nuk e ka një interes të Rama që të shkatrohet Berisha. Merruni me politikë. Sa tjetë Berisha nuk e mund do të PD-ja PS-n. E gjithë lëvizja e Ramës është të mbaj Saliun. Ata nuk kanë marrëveshje, por unë e di dhe kuptoj politikën, ata e mbanë. Se ky është i paaft që ta kuptoj. Se dhe Saliu ka interesin e tij o interesin e partisë dhe të shtetit. Dhe vazhdon. Se që kërkon të bëjë nuk e kuptoj, por niveli politikës që po diskutojmë është që ata e kanë favor, Rama e kanë favor Saliun. Mendoni se Rama do të thirret edhe për aferat që kanë ndodhur brenda qeverisë së tij? Nuk thritet kryeministri si do thrasin kryeministrit. Zonjë, kryeministri ka majorancë, ai ka 2/3 të parlamentit, dini ju këtë? Ka mund raste zonjë se jam i vjetër me eksperiencë në avokati. Ka disa raste në perëndim që majoranca i ka ndryshuar ligjin opozitës. Pa e vëna që. Ata i kanë të të dy ndryshojnë ligjin. Marrin për leska shëhedhin. A më kuptove, po flas me një gjuhë popullore për të kuptuar, kanë forcë. Pse? Po kanë gati 2/3 e parlamentit që. Si e komentoni deklaratën e kryeministrit Edi Rama se Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakord që çështja e detit të shkojë në Strasburg? Ka dalë historia zonjë që ne jemi autokton këtu në këtë zonë, në zonën tonë të shqiptarisë. Kështu që kot lodhen. Kush do fitoj, do flitet. Unë them që do fitoj çështja shqiptare. Qeveria ka dorëzuar në parlament raportin për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ku përmenden 6 hetime të reja dhe 10 aktakuza për korrupsion në nivel të lartë. Si lexoni këtë bilanc? Si një përparim real të reformës në drejtësi apo si shifra që janë të pamjaftueshme për të goditur korrupsionin? Një nga kushtet kryesor, kushti themelor i BE-s, po edhe Washingtonit, që të marrë Shqipëria vendi që meriton është eliminimi i korrupsionit në Shqipëri. Se ai ka qenë shumë i madh. Dhe vazhdon të jetë, por në rënje është. Ka qenë Shqipëria vendi me korrupsionin më të shëmtuar në Europë. Kështu që në këto momente e ecja përpara nuk e drejtojmë ne, ato se Spakun se drejtojmë ne, ju e dini. Spaku po e bën punën e vet. Me ekspert ndërkombëtar atje, me të gjitha, me fonde, me rroga të larta që kanë ata. Dhe shikojmë, unë mendoj që do na shpëtojnë nga gjëma e korrupsionit. Pse nuk e lëshon Rama Ballukun dhe çfarë dëmi na sjell kjo në arenën ndërkombëtare? Nuk e ka Rama në dorë eliminimin e Ballukut, e ka parlamenti. Ata kanë shumicën në parlament zonjë. Majoranca parlamentare është mbreti. Mori fundin është. Vërtet s'ka mbret, po majoranca parlamentare është mbreti, bën gjithçka. Mjafton që t'jetë e bindur si majorancë. Sepse është majorancë e madhe. Mund të ndryshoj dhe kushtetutën nëse po të dojë. Me dy deputet ndryshon kushtetutën. Nuk e ka këtë plan, po ne po bisedojmë se sa është forca. Po a e dëmton çështja e Ballukut, a e dëmton Ramën? Për këtë arsye ai edhe ju e tha që nuk e mbron, por fakti që ka ngrirë si çështje nuk është kështu analiza. Flasim me parimin e përgjithshëm që ka ndodhur në botë.
në demokraci. Kjo tregon që indirekt tregon që Balluku i ka prova Ramës. More fond, me të cilat mund të dëmtoj. Kjo do të jetë arsyeja kryesore e forcës së Ballukut dhe jo për kraje e saj sociale ose shoqërore, ose e partisë. Domethënë ka diçka. Do thosh ti nga e di unë di historinë, historinë e përplasjeve individuale në për partitë e ndryshme në perëndim gjatë demokracisë. Është një nga arsyet kryesore kjo në goditjen individuale gjatë demokracisë. Sa i fort je? Ajo kuptohet që nga e fort. Nga ana tjetër kemi edhe opozitën, e cila ka përjashtuar ata që kanë shprehur interes për të qenë kryetar të kësaj partie, siç është rasti i Salianit. Jo, ka hedhë kandidaturën, kandidaturën nuk e ndalon dot njeri. Ja. Nuk e ndalon dot njeri kandidaturën. Se s'ket kushtetutën. E drejta për të konkuruar në një parti është e drejta më e ligjore, se ndalon dot njeri atë, po e ke forcën ose ke forcën është çështje tjetër. Po në këto dy partitë kryetarët njëherë për njëherë nuk mundet. Kjo është pikpamja ime. Sepse kanë majorancë në përkrahas, edhe në parlament, edhe në popull. Njëherë për njëherë ata nuk i godet dot, jo se janë diktatorë, po kanë votat e popullit. Kanë përkraje në opinionin publik. Si e komentoni deklaratën e Ballës dje në kuvent, ku duke cituar zyrtar europian, tha se Shqipëria duhet bëhet gati për zgjedhjet europiane të vitit 2029. Shqipëria nuk ka hyrë në BE zonja akoma, po kjo tregon që është e shpejt hyrja në BE, apo jo? Kjo është indirekt kuptimi. Dhe ata duan ta fusin Shqipërinë sa më shpejt, as soon as possible, në BE, sepse është antare NATO-s dhe ka pozicion geografik, geopolitik shumë të favorshëm për NATO-n, për Washingtonin dhe për Brukselin. A ndikon vetëm teknikaliteti i negociatave apo edhe perceptimi për korrupsionin dhe sundimin e ligjit në vend? Sundimi i ligjit është diçka tjetër, i cili ka munguar dhe është në ecje. Dhe tani atë nuk e kemi ne, se këtu kanë ardhur ekspertë huaj dhe edhe pagesat, shpenzimin e kësaj reforme në drejtësi po e bëjnë ndërkombëtare. Më shumë Washingtoni. Kështu që ata e kanë pas në favor që Shqipëria të mos jetë një vend i korruptuar. Zonjë nuk e kanë hallin të korrupsioni, po të korruptuarit, që ta dini, të korruptuarit e lartë në Shqipëri, dhe përgjithësi janë me Beogradin dhe me Moskën. Mbajini mend këtë që u thash.